E Gjumaja është ditë feste për besimtarët musliman, e në fshatin Debresh të Gostivarit kishte festë të dyfisht sepse krahas kësaj dite të shënuar u përurua edhe këndi i ri i lojrave për fëmijë, i cili mban emrin e Resul Kahrimanit, të riut që u vra në pabesi në oborin e shtëpisë së tij. Prerja e shiritit u bë nga fëmijët e familjes, ata që ai i deshi fort, por në këtë ceremoni erdhën edhe të gjithë fëmijët e shkollës së fshatit. Ky është projekti financuar nga familja Kahrimani, e cila dhimbjen e ka përkthyer në forcë duke e përjetësuar emrin e djalit të tyre në një kënd lojrash ku fëmijët do ta kalojnë pjesën më të bukur të kohës së tyre. Mirë se keni ardhur në këtë moment të veçantë ku dhimbja është kthyer në vepër. Sot ne nuk jemi vetëm këtu për të kujtuar Resulin, por për të nderuar jetën e tij përmes këtij këndi lojrash, që tashmë mban emrin e tij. Një hapësirë për gëzim, për jetë, për kujtim. Në ceremoninë inauguruese, krahas familjarëve, miqve dhe katundarëve, morën pjesë edhe përfaqësues institucionesh e subjektesh politike, dhe mesazhi të gjithë atyre ishte: fatkeqësi të këtilla të mos ndodhin më asnjëherë dhe zgjidhja e çdo mosmarrveshjeje të jetë fjala e asnjëherë arma. Në mesin e tyre dhe kryetari i komunës së Gostivarit Valbon Limani, i cili e përgëzoi familjen Kahrimani që kanë zgjedhur që emrin e birit të tyre ta mbajnë gjallë me këtë kënd lojrash për fëmijë. Të nderuar të pranishëm, me nderuara familja Kahrimani, në emrin tim personal dhe në emër të gjithë gostivarasve, dua t'ju falenderoj për këtë vepër, për këtë kënd lojrash të shkëlqyeshëm që keni ndërtuar, dhe ju siguroj se kjo do të jetë vepra e cila më së miri do të mbajë gjallë kujtimet për Resulin. Ikjen e Resulit e vuajnë i madh e i vogël, ndërta edhe mbesa e tij, e cila kujtimin për dajen sot e paraqiti me një poezi dedikuar mallit për të. Çdo e qeshur këtu, çdo hap fëmije, është një përqafim për ty daj. Në përjetësi, ti sje më me ne, por je kudo për rreth, në ajrin që fryen, në diellin që ndriçon në këtë jetë. Me emrin tënd do të rriten breza të rinj, të mësojnë se edhe pas dhimbjes lind një dashuri, se kujtimi yt s'des, ai lurzon çdo ditë. Përurimi i këtij projekti qëlloi në ditë me shi, njëjtë si shpirti i nënës që po mbytet në lot çdo ditë nga malli për djalin e saj të vetëm që i avran. Dhe sot, mbase për herë të parë, nëna po gëzohet pas asaj dite të kopshme, me një vend ku do të zbaviten të gjithë fëmijët e fshatit. Sot e përjetoj këtë sikur djalin e kam gjallë. E në sot kjo ditë më duket shumë e këndshme, më duket shumë dita e mirë, se për ditë dal ke balkoni, mendoj kur i shoh të lojat se e kam djalin këto lojat. E në djali jem ishte zemërbar, djali jem ishte trejm, djali jem ishte si për shokët ishte shpërtmër, si për pjeqët i respektonte, fëmijët këtë i përqafonte, këtë fëmijët i përqafonte. Për erë i mirë të i shotejt të në vinqës dhe i gërkojnë se ku daja Resul. Kjo ceremoni përuruese që mblodhi edhe xhamatin që kishin falur xhuman në xhamin Rabia u përmbyll me një dua nga hoxha i fshatit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Pas kujtimit të bukur që përjetëson emrin e njërit nga djemtë më të mirë të fshatit Debresh, familja Kahrimani pret që edhe drejtësia që është në proces për këtë rast të vendos në mënyrë të drejtë.